është i vetmi kryeministër që nuk e di ç'është ndihet shpirtnisht kur nuk i ka shpëtuar asnjë fjalë për themelues të shtetit Kosovës, themelues të shoqërisë kombëtare, ish presidentët e vendit, ish kryetar të kuvendit që në atje Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, ish shefi grupit i tij Recep Selimi, ish bashkëluftar ton, Cali, Pjetrëshala, Haxhia, tjerë, që njëherë nuk e buni le që se buni një vizit, për kontrazi përmes Ministrisë Drejtësisë, edhe javë heki fondet, javë zvoglej fondet, më javë vështërsu familje tyne mundësinë e komunikimit, më javë vështërsu mbrojtjen. Kë nuk e di ku jo ka ja kry punën. Kë njeri, genocidin Kosovë ka bu Serbia, krimet i ka bu Serbia, masakrat i ka bu Serbia, kë njerë njët vetën nuk e mu rrugën si kryeministri i shtetit me shku dejt e dera e Hoks. Ku mbahen njerëzit që kanë janë ma meritor për lirinë e Kosovës, të cilët po e paguajnë çmimin e grisë. Për Hagën, e dha.